Ndërhyrja e Serbisë në zgjedhjet tona parlamentare është një cenim që I bëhet demokracisë dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Ajo ka ndikuar në përzgjedhjen e deputetëve serb dhe të pakicave jo serbe, e të cilët janë në kontrollin e plot të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të qeverisë e të inteligjencës e të krimit të organizuar atje. Kësaj Serbia orvatet që vendin ton ta mbaj peng jo vetëm në zhvillimin e brendshëm politik, por edhe në avancimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në zgjedhjet e fundit, format e ndërhyrjes kanë ndryshuar për shkak të përmirësimit të dukshëm të gjendjes së sigurisë në 4 komunat veriore, si rezultat të sundimit të rendit dhe të ligjit, luftimit të suksesshëm të grupeve kriminale dhe terroriste, si dhe mbylljes së strukturave ilegale. Ndikimi I dikurshëm, brutal, fizik, përfshirë këtu edhe rrahjet e vrasjet, nuk ka qenë I mundur më. Si zëvendësim janë rritur forma tjera të kërcënimeve hibride, kryesisht joshja dhe kushtëzimi financiar, shantazhi e frikësimit e kërcënimit, por edhe sulmet kibernetike. Vetë presidenti I Serbisë ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror serb që të përfshihet në zgjedhjet e Kosovës. Për këtë qëllim, rol ekzekutiv ka pasur kryeterroristi Milan Radojčić, apo njeriu I cili ka marrë detyrat për Kosovën nga presidenti I Serbisë. Aparati shtetëror I Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtoj subjektet rivale serbe, veçanërisht Partinë për Liri, Drejtësi e Mbijetesë, za slobodu I pravdu opstanak të Nenad Rashićit, ministrit të qeverisë son për komunitetet dhe kthim, dhe demokracia serbe apo srpska demokratia të Aleksandar Arsenijevićit, por po ashtu edhe votuesit e subjekteve të komuniteteve tjera, kryesisht Rom e Ashkali. Përfaqësues të caktuar nga pothuajse gjitha subjektet tjera politike serbe janë tërhequr nga gara pas kërcënimeve që kanë marrë. Këto raste janë shënuar edhe në 4 komunat veriore, edhe në 6 komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Për shumicën e këtyre rasteve, institucionet tona kanë dëshmi, të cilat për hir të privatësisë dhe sigurisë së qytetarëve serb nuk është e dobishme të bëhen publike. Organet tona të rendit, bazuar në dëshmitë e disa qytetarëve të komunitetit serb që tregojnë për ndërhyrje të drejt për drejt në procesin zgjedhor, me 21 shkurt të këtij viti kanë bastisur dhe mbyllur disa prej të ashtu quajturave qendra për çështje sociale në 4 komunat veriore, të cilat janë përdorur për të joshur apo shantazhuar votuesit nga radhët e komunitetit serb që të votojnë për listën serbe. Në këtë skemë të ndërhyrjes kemi identifikuar 7 instanca apo aktor shtetëror e jo shtetëror të Serbisë. I pari është presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić, I dyti është kryeterroristi Milan Radojčić, pastaj është drejtori të ashtu quajturës serbe për Kosovë Petar Petković, Agjencia e Inteligjencës së Serbisë BIA, mediat serbe të kontrolluara nga pushteti në Beograd, lista serbe dhe së fundmi edhe struktura ilegale përfshirë këtu bankën postare kursimore, qendrat sociale, zyrat e pensioneve, MTS-i, Telekomi I Serbisë, si dhe ish pjesëtar të policisë Kosovës. Janë përdorur të paktën 10 metoda. E para, joshja financiare, përmes përfitimit të mbështetjes financiare prej 20.000 dinarësh, ose rreth 107 euro, në baza mujore për gjithë personat e moshës madhore që janë pa punë. E dyta është kurzimi financiar, përmes rrezikimit të humbjes së beneficioneve financiare, aty bëjmë pjesë pagat, pensionet, shtesat për fëmijë, ndihmat sociale e të tjera. E treta është përçarja e rivalëve të listës serbe. E katërta është shantazhi e presioni për të mos mbështetur në asnjë formë subjektet e tjera përveç listës serbe. E pesta është kërcënimi për të larguar edhe nga këshillat e vendvotimeve. E gjashta është regjistrimi të ashtu quajturve votuesve të sigurt,
përkatësisht përpilimi i listave të caktuara si votues të sigurt nga pikpamja e tyre. E 7 është transporti organizuar i votuesve nga Serbia në Kosovë. E 8 është organizimi i votimit kolektiv në qendra votimi. E 9 është kontrollimi i votuesve gjatë ditës së zgjedhjeve në afërsitë të qendrave të votimit dhe së fundmi është edhe shenjëzimi i fletvotimeve. Ndërhyrja me këto së paku 10 metoda është realizuar në 3 faza. E para është para fushatës zgjedhore, e dyta është gjatë fushatës zgjedhore dhe e treta është gjatë ditës së zgjedhjeve deri në përfundim të procesit zgjedhor. Në fazën e parë, pra atë të fushatës zgjedhore, presidenti i Serbisë ka deklaruar vazhdimisht se vetëm lista serbe e mbron Serbinë në Kosovë. Ai ka inkurajuar të gjithë aktorët e tjerë, shtetërore, jo shtetëror serb, që të cenojnë gjithë procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Krahas kësaj e për të njëjtin qëllim, presidenti i Serbisë e ka autorizuar kryeterroristin Radojčić për zhvilluar planin e ndërhyrjes në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Në kuadër të këtij plani ka qenë përpilimi i listave me votues të sigurt. Listat e tilla i kanë përmbajtur së paku 50 persona, votues të sigurt. Sipas urdhrit, këta të ashtu quajtur votues të sigurt janë kërcënuar se nëse nuk do ta votojnë listën serbe, do të kenë pasoja. Pjesëtar të strukturave ilegale serbe janë kërcënuar nga Milan Radojčići përmes Ivan Zaporozac, kryetarit të komunës ilegale të Mitrovicës, që të raportojnë të gjithë ata persona që refuzojnë të votojnë listën serbe, të nënshkruhen në listat e të ashtu quajturve votave të sigurta, apo që të deklarohen se do t'i bojkotojnë zgjedhjet. Përveç listës së votuesve të sigurt, është diktuar edhe lista me 7 kandidatet e listës serbe të domosdoshme për votim. Pra Beogradi ka përgruar listë ku 7 kandidat patjetër duhet votohen, ndërka 3 të tjerë janë lënë të lirë për qytetarët. Lista përmbante këta emra: Zlatan Elek, Slavko Simić, Igor Simić, Branislav Nikolić, Verica Ceranić, Srđan Popović dhe Liliana Stefanović. Të gjithë këta edhe janë zgjedhur. Secili nga 7 të preferuarit e kryeterroristit Milan Radojčić kanë së paku nga 2000 vota më shumë se sa të tjerët. Krahas sigurimit të mbështetjes për listën serbe nga votuesit serb, plani për ndërhyrjen këto zgjedhje përfshinte edhe zgjerimin e bazenit të votave për listën serbe, edhe nga komunitetet jo shumicë jo serbe. Andaj ishte urdhëruar që subjekti politik nga komuniteti rom, Romani Iniciativa, të mos merrte pjesë fare në zgjedhje dhe i njëjti subjekt ta mbështeste listën serbe. Mëtej, deputetët e opozitës në kuvendin e Serbisë me prejardhje nga Kosova, gjithashtu kanë qenë të përfshirë në ndërhyrjet nga jashtë në zgjedhjet tona parlamentare. Žarko Ristić, në udhëzimet dhe direktivat e shërbimeve serbe të inteligjencës dhe të pushtetit në Beograd, kanë ndikuar në përçarjen e liderëve të partive të tjera serbe rivale të listës serbe, në kohën kur partitë ndodheshin në përgatitje të fushatës së tyre zgjedhore. Ristić, duke u shtirur se është për bashkimin e këtyre në një listë vetme, përmes ndërhyrjeve të ndryshme, në fakt e ka bërë saktësisht të kundërtën e kësaj përçarjen e tyre. Pra në emër të bashkimit i ka përçarë. Bashkimi eventual në një listë vetme do t'ja rrezikonte substancialisht mandatet listës serbe. Bia serbe po ashtu është angazhuar në këtë mes, duke detyruar kandidat të caktuar që të pozicionohen sipas interesave të Serbisë, përmes ushtrimit të presionit dhe kërcënimeve me arrestim të atyre që nuk i binden urdrave. Filialet e Bankës Postare të Kursimeve, Poštanska banka Štedionica, që veprojnë në afërsi të pikkalimeve kufitare Kosovë-Serbi, janë urdhëruar që të evidentojnë të gjithë serbët të cilët tërheqin para nga kjo bankë. Ato të dhëna të përmbledhura, si regjistra, janë dorëzuar drejtuesit të ashtu quajturës zyrë për Kosovë, Petar Petković, në mënyrë që të shantazhohen për të votuar listën serbe. Në fazën e dytë, atë të fushatës, ka dominuar joshja financiare dhe kërcënimet në drejtim të kundërshtarëve politik të listës serbe.
Joshja financiare është realizuar përmes planit për mbështetje sociale ndaj personave që nuk janë përfitues të ndihmave të ndryshme nga Serbia e që ishte planifikuar të fillojë në shkurt të vitit 2025, pikërisht kur ishin edhe zgjedhjet. Dhe atë me shumë të paracaktuar prej 20.000 dinar apo rreth 170 euro. Kjo nuk ishte mbështetje për qytetarë, në fakt ishte pako financiare për kushtëzim të votës së qytetarëve të komunitetit serb për listën serbe dhe ndërhyrje në zgjedhjet tona parlamentare. Votuesve që përfitonin nga këto skema sociale u ishin fotografuar letërnjoftimet dhe ndërkohë u ishin përcjell mesazhe shantazhuese që në qoftë se nuk votohet lista serbe, do t'u ndalen të gjitha pagat dhe të gjitha benefitet e tjera që i kanë nga Serbia. Kjo metodë e kushtëzimit të votës dhe presionin mbi votuesit përmes kërcënimit për ndalimin e benefiteve sociale është evidentuar edhe në raportin e misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian. Rastet e kërcënimeve direkte ndaj anëtarëve të këshillave vendvotimit të subjekteve tjera serbe, rivale të listës serbe, janë evidentuar edhe në rajonin e Pejës. Ata janë kërcënuar që të largohen nga pozitat e tyre, ose do të kenë pasoja direkte në ndaljen e të gjitha të ordrave që ata i pranojnë nga Serbia. Madje janë kërcënuar se nëse i paraqesin rastet në polici, atëherë do të kenë pasoja edhe më të mëdha përfshirë edhe familjarët e tyre. Me 22 janar 2025, nga personat të panjohur, janë dëmtuar posterët zgjedhor në Mitrovica të Veriut dhe Zveçan të subjektit politik Srpska Demokracia Serbe të Aleksandar Arsenijević. Në Klokot, në orët e vona të 24 janarit 2025, me koktej Molotovi është sulmuar pankarta e kandidatës Divna Bojić Andreus nga radhë të subjektit Srpski Narodni Pokret apo Lëvizja Popullore Serbe. Ndërka që Ministri për Komunitetet dhe Kthim, zotri Nina Drashić, në vazhdimsi është kërcënuar nga Milan Radojčić dhe personat të afërt të tij, duke tentuar që ta shantazhojnë me forma të ndryshme të fabrikimeve për t'ia dëmtuar reputacionin të votuesit serb dhe për ta detyruar që të tërhiqet nga gara. Ai dhe ministria që drejton gjithashtu kanë qenë cak edhe i sulmeve kibernetike, me çrast profili i Nina Drashić dhe ministrisë në rrjetet sociale janë hakuar. Dhe faza e tretë e ndërhyrjes në zgjedhjet tona ka përfshirë transportin e organizuar të votuesve nga Serbia për në Kosovë, organizimi i votimit kolektiv pastaj në qendra votimi, kontrollimi i votuesve gjatë ditës së zgjedhjeve në afërsi të qendrave të votimit, si dhe shenjëzimi i fletvotimeve. Në afërsi të qendrave të votimit në komunat me shumicë serbe, veçanërisht në 4 komunat veriore, kanë qëndruar persona të cilët kanë ushtruar presion të votuesit serb. Shumica prej tyre kanë qenë ish polis të dorëhequr në nëntor të vitit 2022. Në komunën e Shtërpsës, personat saktuar kanë tentuar që përmes premtimeve të mëdha financiare të ndikojnë të personat me qasje në procesin zgjedhor, që të dëmtojnë dhe anulojnë qindra vota të subjekteve politike rivale të listës serbe. Kurse me qëllim të mobilizimit dhe ushtrimit të presionit ndaj votuesve serb, ishte marrë vendimi prerë që të anulohen të gjitha pushimet vjetore gjatë kohës së zgjedhjeve dhe janë urdhëruar të gjithë qytetarët që kanë qenë në Serbi të kthehen në Kosovë.